Energjitë e projekteve ndërkufitare të Bashkimit Evropian tashmë po prekin edhe pogonin malor në Bashkinë e Andropullit. 1.490.000 euro do të investojnë nëpërmjet këtij projekti në 3 bashki. Konkretisht, në njësitë vendore të Georgios Karaskakis dhe Xumerga të rajonit të Epirit në Greqi, si dhe në njësinë administrative pogon të Bashkisë së Andropullit. Prej stacionit Pijor dhe deri në Çatistër është një rrugë e vështirë, e cila vitet e fundit është përmirësuar ndjeshëm. Tashmë janë asfaltuar rreth 2 kilometra deri te ura e Zalus, ndërsa pritet të shtrohen me beton rreth 2.5 kilometra të tjerë, drejt fshatit karakteristik të Llomos. Ky investim sjell edhe reagimet e disa banorëve të zonës së Pogonit. Gjikoj shumë pozitiv dhe jo vetëm kaq, edhe copat të tjera që do bëhen, për shembull, janë bërë nga Poliçani në Shopik, edhe janë bërë dhe do bëhen. Edhe sidomos edhe rruga që filloi mbrapsht nga Çajupi dhe vjet dalin në stacionin Pijor, që duhet të bësh të paktën nga Shuha deri këtu, po megjithatë neve do të presim, se kemi besimin që ato që na janë dhënë premtimet që deri në vitin 29 do të bëhet kjo rrugë, me këtë shpresë do të ecim. Si mi dur, por unë do thosha, kryesorja është rruga që na lidh gjithë Pogonin me Gjirokastër. Dhe ajo duhet, dhe ajo. Bashkia e Andropullit dhe e Pogonit, këtë që kanë bërë me indirekt katrën me Evropën, me çfarë kanë bërë punë atyre, i japë vlerësim shumë të madh që kanë dhënë për Pogonin, për të cilën u bë rruga e mirë, pavarësisht se nuk ka mbaruar, po do mbaroj. Njëkohësisht, ka përfunduar faza e parë e investimit të qeverisë shqiptare nëpërmjet fondit të zhvillimit në rrugën e bardhë të segmentit Selç stacioni Pijor, ndërsa së shpejti fillon investimi duke kompletuar shtrimin e rrugës me beton në segmentin Pika Kufitare Sopik Poliçan, fal një bashkëpunimi të Bashkisë Andropull me Ministrinë e Jashtme të Greqisë.